Sistemi Safe City apo qyteti i sigurt i cili pritet të vihet në funksion nga data 1 shkurt, ka ngjallur debate të shumta në opinion. Qytetarët deklarojnë se është pozitive që kamerat e instaluara të regjistrojnë shkeljet e trafikut dhe shoferët e papërgjegjshëm të përgjigjen për gabimet në komunikacion. Megjithatë, ky ligj sipas tyre duhet të vihet në dispozicion në të gjitha qytetet e vendit dhe jo vetëm në 3 qytete. Në gjithë Maqedoninë jam pro, a vetëm kubanin shqiptarët jam kundër. Është pak e dyshim pse vetëm në për komunat ku jetojnë shqiptarë. Në Kumanov, në Shkup edhe në Tetov. Qajo, se për ndryshe është mirë, nëse nuk keq përdoret nga ana e pushtetit. Kumanov, Stru kanë mu kamere. Ti që Veles, ka në qëllë Maqedone, kamera nuk ka. Kjo nuk ka normal kështë. Në gjithë Maqedonit duhet dinë si jashtë, unë jam jashtë, e krejt ka kamera jashtë për italianët dhe për francezët. Kamera kanë në këtë Zvicrën, jashtë edhe kanë në cëri të jam unë. Me këto duhet të jenë në këtë të jam në Maqedonisë kamera. Kamerës janë që në regull hiqë. I duhet, normal duhet, në më duhet për këtë njëjtë. Jashtë edhe për të kanë ja. Jo pozitive është. Ndoshta me ko njerëz do të vëdisohen edhe nuk do të kemi kështu probleme me shkelje. Po normal se duhet të ketë Maqedoni të vejnë ato. Sa më shumë të ketë, mendoj që do të jetë më mirë ajo. Dar Zoti vëdisohena edhe bona vozitë si duhet, se përndryshe ndonjëherë e teprojnë. Jam pro, por disa ligje janë pak të dramatizuara. Për ndryshe, mendoj se çdo ligj që vjet, sidomos në lidhje me komunikacionin, me veturat, mendoj që është në rregull për shkak se tute ne as pak nuk ka rregulla, dhe as pak nuk ndiqen, domethënë rregullat e komunikacionit, dhe mendoj që gjithçka që bëhet është për sigurinë e qytetarëve, edhe për të ndjekur rregullat, por disa ligje mendoj që janë pak të dramatizuara, për ndryshe në rregull. Deputetja e Aleancës për Shqiptarët Krahu i Zjadin Selës, Ilire Dauti, deklaroi se nuk është e thjeshtë të përcaktohen nëse do ta votojnë ose jo ligjin për kundërvajtje, pasi siç theksoi, i njëjti siç synon siguri në komunikacion, po ashtu ngre edhe dilema për zhvatjen e qytetarëve, përderisa do të zbatohet vetëm në qytete të caktuara. Nuk është aq e thjesht të përcaktohesh se do e votosh ose jo një ligj të tillë i cili ka shumë dilema. Realisht ai fillimisht një gjë që duhet ta përcaktojmë dhe për cilën jemi të gjithë të bindur, ne të gjithë jemi për sigurinë në komunikacion dhe për këtë nuk kemi dilema. Po megjithatë, mënyra se si krejt kjo përzhvillohet, padyshim që kanë të drejtë edhe qytetarët që paraqesin shqetësimet e veta, sepse në qoftë se ka pasur një fazë e cila është e testimit që thirret, në rregull, është bërë në disa qytete, po megjithatë kur do vijë momenti i realizimit të tij tamam si duhet, atëherë do duhet të jenë të gjitha qytetet e përfshime, sepse shtrohet dilema tjetër pse vetëm siguria e qytetarëve vetëm në Tetov, Kumanov apo Shkup është e rëndësishme apo duhet të jetë të përfshime në gjithë territorin e vendit. Pra, çdo përpjekje që bëhet për të qenë qytetari i sigurt është e mirëseardhur, mirë po duhet parë formën se si krejt kjo do zhvillohet që qytetari dhe krejt ne të mos krijojmë dilema sa thu vallë është një zhvatje e qëllimshme e qytetarëve për sa kohë që zhvillohet vetëm në disa qytete. Më herët kryeministri i vendit Hristian Mickoski deklaroi se është i gjetur një lloj kompromisi për ligjin për kundërvajtje në mënyrë që sistemi Safe City apo qyteti sigurt të vihet në funksion ashtu siç ishte planifikuar. Kuvendi ka miratuar 4 nga 6 ligjet e nevojshme për sistemin inteligjent Safe City. Ka mbetur pa miratuar kodi i ri penal dhe propozim ligji për kundërvajtje, zgjidhje ligjore sistematike për të cilin nevojiten 80 vota në kuvent. Safe City ishte planifikuar të nisë me punë më 1 janar 2026. Për shkak të reagimeve në opinion, zbatimi i tij në praktik dhe me fuqi juridike u shtyp për 1 muaj. Por edhe kjo datë mbetet vetëm parashikim, pasi pa miratimin e ligjit kryesor, atij për kundërvajtje sistemi Safe City nuk mund të hyjë në funksion. Nga ana tjetër, BDI tashmë ka paralajmëruar se do ta përkrah këtë ligj, pas takimit që kishin liderët, ku edhe Ali Ahmeti ishte pjesë e takimit.